Në lidhje me sadakan apo dhënien e fitrit, ne kemi një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili thot atë çka jep dora e djathtë nuk duhet ta shikoj dora e majt. Dhe kjo është domethënë ajo çka muslimani nuk duhet ta reklamoj kurrë dhënien e asaj në thojza lëmoshe apo vlere monetare që i jep. Kjo ndryshon vetëm në muajin e shenjtë të Ramazanit, në përfundim të Ramazanit, ku jepet sadaka fitri, i cili këtë vit e kishte 400 lekë të reja për person, për një krye familjar do t'japë për çdo antar të familjes. Por dhe kjo ka atë sekretin e vet, pra mos reklamimi. Sepse në vetvete edhe ata njerëz të cilët ndoshta hallet, problemet, jetim, invalid apo njerëz me probleme ekonomike, ndoshta ata janë nga pamundësia dhe jo që ne t'i reklamojmë. Pra feja është kundër reklamimit të dhënies së sadakas apo dhënies së ndihmës ndaj një të bobekti apo një jetimi apo një personi me probleme.